Denis Shokaj është një emër shpikator I fushës së futbollit, se kemi hasur shumë shpesh edhe te kampionati kombëtar I futsallit, se mjaft I shpikator, por tashmë në rolin e trajnerit tek Akademia Elita Shkodrane. Keni një kupë në dorë sapo mbyll turneu ndërkombëtar Shkodra Cup Summer Cup 2026, që organizohet nga Shkodra Sport Event me Jetmir Podgoricën në krye. Përfaqësimi I Elitës Shkodrane ishte, duhet të thëmë se është përfaqësimi I dytë, si kena marrë pjesë edhe vjet arrit me marrë kupë, edhe si mjetë, kështu që po na bëhet I tradit marrja kupët te ky kompeticion, I cili çdo vit po përmirësohet, po shkon një gjë shumë bukur, fal përkushtimit të Jetmirit, që duhet me falenderu që u bë një organizim për vjet, siç po them, edhe më dinjitoz edhe më I bukur. Elita Shkodrane, siç ka emrin Akademia e juaj, mendoni se është edhe në elitën e futbollit Shkodran të moshave? Kjo është pretendimi jonë që të marrim paktën disa fëmijë që na përfaqësojnë këtë vllazni, si objektivi kryesor është, si thot, për me arrit me I bë sportista, po dhënat I kanë disa që ne po punojmë për këta djemë që të vazhdojnë rrugën e bukur të futbollit, sportit. Ka element të shpikatur në akademinë tuaj? Realisht kemi shumë element, jo disa. Ne jemi me ekipi që kemi 8 veta të kombëtare rajonale Ultramec. Jemi ekipi që kemi më shumë pjesëmarrës, që mendoj që ka të ardhme të tyne sportistave. Gjithmonë është një rrugtim shumë I gjatë që duhet shumë punë. Po gjithsesi mendoj se ka shumë elementa që mund të jenë e ardhmja e futbollit shkodran. Dhe për ta mbyllur në prizmin individual, Denis Shokaj mes futsallës, vllaznisë dhe pozicionit të trajnerit tek Elita Shkodrane, cila tërheq më tepër? Të dyja kanë atë veçantinë vet. Te futsalla me që përmendme, është vjen shumë keq që arrit me të eliminohemi në një mënyrë jo dinjitoze, pasi vishim nga një kampion, po kështu e ka, si futsalla e futbolli I mall I kanë ata gjanat e bukura të veta. Kështu që po edhe si trajner është një diçka veçantë, diçka shumë më e vështirë se sa e luajtuna. Denis, faleminderit, sukses. Faleminderit.